nga fuqia e pushtetit që ajo kishte. Kjo mbetet për t'u parë në zgjedhjet e afërta vendore në qarkun e Fierit, ku ajo do të vazhdoj të drejtoj qarkun dhe nuk do t'jetë më në asnjë pushtet ekzekutiv. Por ajo që unë di me siguri është një gjë tjetër, se pak kush nga ne këtu i mban si Belinda Balluku kontaktet me territorin, duke shkuar rregullisht në zonat që mbulon si drejtuese politike. Nuk kam fare në plan ta shpall as hero dhe as viktim Belindën sot, dhe uroj që në hetimin e çështjes për të cilën ajo akuzohet se ka kryer një vepër penale, prokuroria të shterojë çdo pistë që mund të çojë tek korrupsioni. Sepse në fund të ditës gjithkush pas të 18-ave varet vetëm nga këmbët e veta, me ligj dhe me zakon. Ndërkohë që unë si kryeministër, ndryshe nga sa mendojnë dhe flasin ata që se kanë idenë e kësaj detyre, nuk e kam as të mundur, por nuk e kam as të lejuar, qoftë nga ligji e qoftë nga zakoni, që t'i mbaj pishën asnjë bashkëpunëtori. Nuk kam ndërmend as t'ju them aq më tepër juve që e njihni më mirë se të tjerët, që Belinda është një njeri që durohet lehtë në punë. Pasi ca më shumë e ca më pak, e dim të gjithë se sa e lehtë është të merresh me të, sidomos kur i thot koka që ka të drejtë edhe do me çdo kusht që të dalë vetja. Nuk kam jo ndërmend ta shpall të pafajshme për çka akuzohet apo të shkel për të vijën e kuqe të cilën e kam vizatuar përpara deputetëve në këtë sallë të nesërmen e miratimit të reformës në drejtësi, dhe që vlen për të gjithë njësoj, duke e marrë në mbrojtje nga drejtësia dhe duke hyrë në përmbajtjen e çështjes, gjëra që i takojnë ekskluzivisht avokatit apo prokurorit dhe gjykatësit. Jam unë dakord me këtë.